Sot në Kamës, aktivistë Lëvizjes Bashk janë përballur fillimisht me ngacmimet e panumërta të policisë bashkiake, e cila ende orvate t'i pengoi të mbledhin firma për një peticion kundër rritjes së çmimit të biletës së autobusit. Po si të mos mjaftonte kjo, civil kanë kërcënuar, kanë sharë dhe ne i kemi të regjistruar me video aktivistët tanë. Unë nuk e di kush janë këta njerëz, me shumë gjas janë patronazhist partisë në pushtet. Njerëz halabak cilët kujtojnë se territori publike, hapësira publike është pronë e tyre private ose është feud i partisë së tyre. Ajo që po ndodh në Kamës sot është vërtet skandaloze. Ne kemi një histori shumë gjatë aktivizmi dhe kemi pas edhe përballje me autoritetet shtetërore, po kur nuk na ka ndodhur që thjesht për mbledhje firmash, me një tavolinë të thjeshtë dhe me një stilolaps dhe një letër të suljen një turmë e madhe sa policës bashkiak, pastaj policisë shtetit, po mbi të gjitha njerëz civil të pa identifikuar që shajnë, që kërcënojnë, që u thon aktivistëve ta tregojnë pastaj ty në jetën private. Kjo është e patolerueshme. Unë nuk e di çfarë dreq urdhri jep kryetari qesharak i Bashkisë Kamzës, Rakip Suli, që është turpi i qytetarëve të Kamzës për mënyrën se si e qeveris qytetin, çfarë urdhri u jep në punë vetë, po është vërtet skandaloze që aktivistët e një partie politike parlamentare të ndalohen të kryen ABC-n e aktivitetit politik, të flasin me qytetarët dhe të kërkojnë firmat, jo për përmbysje me dhunë të pushtetit, por për t'u drejtuar bashkisë me një kërkesë civile. Bashkia e Kamzës ka miratuar rritjen me 25% të çmimit biletës autobusit në një nga zonat ku ka më shumë njerëz të varfër apo punëtor, njerëz me halle të Shqipërisë. Dhe Rakip Suli në vend që t'jap llogari se pse ka favorizuar firmën monopoliste të transportit publik të Kamzës, dërgon, po e them dhe njëherë, policinë bashkiake, dërgon pastaj edhe halabak, njerëz të hurit dhe të litarit që në mes ditës, në praninë e policisë shtetit, në praninë e policisë bashkiake janë filmuar që kërcënojnë drejt për drejt aktivistët e Lëvizjes Bashk. Ne nuk do të ndalemi, ne do të dalim për ditë mes qytetarëve të Kamzës, sepse është skandaloze. Rritja e çmimit të biletës për Kamzën është skandaloze. Kapja e vendimarrjes publike nga pronarët e firmave të transportit është skandaloze, por edhe më skandaloze është tentativa për të na mbyllur gojen. Ne do të jemi për ditë me qytetarët e Kamzës, do kërkojmë mbështetjen e tyre, do të organizohemi bashkë me ta sepse të keqes duhet i vi fund, të keqes i duhet të ndal, e keqja ka fytyra të korruptuara, ka fytyra dallkaukësh, ka njerëz të papërgjegjshëm, por në fund fare do triumfoj qytetaria, qytetarët e thjeshtë Kamzës